Nga 12 milion turistë që vizituan Shqipërinë në vitin 2025, vetëm 25% e tyre kaluan të paktën një natë në strukturat akomoduese shqiptare, të regjistruara si hotele, bujtina apo apartamente me qira. Ndonse Instituti i Statistikave bën të ditur se net qëndrimet gjithsej u rritën me 26.2%, ku ato jo rezident u rritën me 39.2%, ndërsa ato nga rezidentët u rritën me 8.7%. Përsëri numri i huajve që flenë në Shqipëri është i ulët për ekspertët e tregut dhe operatorët turistik. Kjo situatë vjen si pasojë e shtimit të turistëve tranzit, informaliteti nga apartamentet me qira, si dhe emigrantët që kalojnë pushime tek të afërmit. Në dhjetor 2025, shumica e vizitorëve jo rezident, të cilët u akomoduan në strukturat pritëse në Shqipëri, vinë nga Italia, 25%, Kosova 16% dhe Gjermania 6%. Franca dhe Shtetet e Bashkuara kontribuan me nga 4%, ndërsa 45% e tyre ishin nga vende të tjera. Shqipëria mbylli vitin që lan pas me mbi 12 milion të huaj, ku vetëm dhjetori shënoi mbi 600.000. Për 2026, pritshmëritë e operatorëve tashmë nuk janë më tek turizmi sasior, por cilësor, një faktor që sipas tyre do të sillte më shumë të ardhura edhe për turizmin shqiptar.